Me pak student dhe kërkesa të larta profesionale, çdo vit sillte sfida të reja. Për Astridë, një nga momentet më të rëndësishme ishte realizimi i shfaqjes së diplomës, ku për herë të parë punoi me artist profesionist. Projekti i parë mbas pranimit në akademi, na vetëm i kemi që në Akademi të Arteve të provimet, sidomos të regjisë teatrit, ti kemi dhënë me shfaqje të realizuara. Pikat që të cilat kam të takojnë si student dhe mënyrës se ti që shkimu zhvilluar të ardhmen bashkë me profesorin, ku kom pas fat që kom pas një profesor të veçantë qasin që ka pas ndaj meje, edhe përshëndesa jam mirë së jetën profesorit Fadil Hysaj. Për shkak që në Akademi të Arteve ka shumë pak student pranohen edhe pavarësisht ti profesorit tonë që e ki, si mirë për gjithë profesorët aty familiarizohesh me ta, se për shkak unë kom pas fatin që im kon një vetëm student Kosovë, në gjeneratën temë. Kemi qenë 2 studenta, ka qenë një vajzë prej Ulqinit edhe unë prej Kosovës. E kështu që tash, kur të rish me profesorit, çdo herë kemi ndjek ligjëratat, kemi qenë 3 persona. Aty më familiarizohesh.